Zoti Topi, çfarë do të si e shikoni protestën sot, në një kohë që për këtë protest kemi një përplasje brenda politikës shqiptare, një përplasje brenda në Kosovë dhe një përplasje midis Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk më të them që janë të ngrira, po janë deri armiqësore, më të them, midis liderëve politik. Si është e mundur të arrijmë në këtë pikë në një kohë që duhet kishim bashkëpunim dhe të vepronim së këmbë, në një kohë që të gjitha palët flasim për bashkim kombëtar, në emër të kombit, në emër të kësaj, në një kohë që ne po shkojmë gjithmonë më keq dhe kjo fatkeqësisht është historia jonë. Atëherë, duhet të ndajmë dy momente që janë shumë të rëndësishme. Momenti i parë është e drejta dhe nevoja për me pas një tubim, sikurse është njoftuar, dhe e dyta, për të konfirmuar edhe një herë që politika ka mbrenda shumë hipokrizi. Pra janë dy element që në funksion të një evenimenti duhet i ndajmë në mënyrë të dukshme. Pra tubimi i parlemëruar është mos i nevojshëm, mos i rëndësishëm, sepse është një ndjesi popullore. Dhe janë ftuar, jo pa qëllim, janë ftuar qytetarët, janë të pjesë e këtij tubimi, nga Shqipëria, nga Kosova, nga viset shqiptare, në të gjitha shtetet e Ballkanit, por edhe nga diaspora. Pra çdo njeri ka atë momentin për të demonstruar së bashku me tjerët që është pjesë e një tubimi për një padrejtësi që po bëhet ndaj përfaqësuesve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Madje ka shumë zëra të rëndësishëm të nivel botëror, që vinë edhe nga administrata të rëndësishme, që kjo është një proces që ka kaluar çdo lloj limiti. Pra, me këtë nuk do të thotë që ne futemi në të drejtën dhe jurisdiksionin e strukturave të drejtësisë, por ka një vokacion popullor që është praktikisht shumë i shqetësuar lidhur me tejkalimin e limiteve. Dhe dyta që është shumë e rëndësishme është pastaj që duke pas në konsiderat se çka ka ndodhur në Kosovë në kohën e Miloševićit dhe të gjitha ngjarjet që kanë shoqëruar ish Jugosllavinë, patjetër duket sikur më shumë janë duke u marrë me këtë pjesë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kështu që unë mendoj që është një drejtë absolutisht e ligjshme e qytetarëve për të organizuar, për të demonstruar, për të dhënë sinjale në distancë. Pjesa pastaj që ka të bëjë me politikën, nuk më habit. Nuk më habit sepse politika ka mbrenda në shumë raste të kësaj natyre ka shumë hipokrizi. Ka shumë kalkulime të natyrës politike. Am leverdis të shfaqen hipokrizi apo interesa klanore. Ka hipokrizi që luhet pastaj mbi bazë interesave politike. Ose klanore. I lem klanore dhe janë interesa politike. Dhe secili unë boll kam pas përplasjet e mia, nuk kam ndërmend ti citoj me emra, por du të jap një panoramë si e shikoj unë, që është përplasja e radhës ku në fund fare janë interesat politike. Brava. Për sa i përket pastaj historisë angazhimit të gjithë secilit, unë mbaj mend shumë mirë që më datën 22 shtator të vitit 2022, që i bie praktikisht 3 vite diçka, më shumë, së bashku me ish presidentët Mejdani dhe Mojsiu, me zotin Pacolli dhe me zotin Majko, kemi udhëtuar dhe kemi takuar 4 personazhet që sot ndodhen në Den Haag. Pra,
kanë kaluar 3 vite dhe është pak a shumë e njëjta situatë. Atje jemi informuar, kemi ndarë takime të veçanta për 2 orë me secilin prej tyre, që do thotë janë konsumuar 8 orë sipas protokollit për të komunikuar, për t'i parë si është gjendja e tyre, shqetësimet e tyre, si po shkon procesi. Ne jemi pritur atje në një protokoll jashtëzakonisht të fortë dhe në mënyrë shumë të sjellshme. Absolutisht. Kushtet ata i kishin praktikisht i kishin gjitha kushtet, por nuk kanë lirinë. Nuk kanë lirinë. Dhe tani problemi nuk është thjesht izolimi i tyre, problemi është ke drejtësia e kauzës. Dhe unë uroj që ky tubim të japi sinjale pozitive. Pra drejtësia të bëhet, po të bëhet mbi bazën e realitetit. Çka ka ndodhur? E para dhe e dyta, të mos ketë interferime politike për të lënë viktimën që të shndërrohet edhe një herë në viktimë dhe për të lënë xheladin dhe agresorin të jetë i qetë në ambicjet e veta politike, duke qenë edhe në strukturat më të larta të shtetit.